fushatë e gjatë, ka 12 nga data 12 mars deri më sot. Një fushatë intensive, një fushatë aktive, një lloj kombinimi të takimin me qytetarët, komunikimin e programit të Partisë Demokratike, komunikimin me mediat, aktivitetin në rrjetet sociale, lobimet e ndryshme me target grupet e ndryshme të shoqërisë për të maksimalizuar votën në emrin tim, por edhe në emrin të Partisë Demokratike. Unë jam në, po themi, politikën aktive që nga viti 2009 kandidate, më pas rreth 9 vite jam deputete, pretendoj që kam qenë aktive në jetën parlamentare, kam lënë një shenjë, themi, qoftë Komisionin e Ligjeve, qoftë sekretare e Aleancës Grave, pra aq kohë sa kam qëndruar antare komisioneve në Këshillin e Integrimit, pra kam patur një jetë aktive parlamentare dhe sfida është që unë të marr besimin e qytetarëve. Patjetër që është një fushatë e padrejtë, e pabarabartë, por në këtë padrejtësi dhe pabarazi unë do mundohem të tregoj atë që jam, aktivitetin tim, figurën time, kam vënë përballë patjetër fytyrën time kësaj fushate dhe besoj që do t'ja dalë në kuptimin e një numri të konsiderueshëm mbështetësish. Pastaj jam apo s'jam në parlament është çështje tjetër që nuk varet nga unë. Po, unë e konsideroj pabarazi në kuptimin e ligjit. Pra, një pjesë listë e mbyllur, një pjesë listë e hapur. Brenda listës hapur ne jemi 37 kandidat Partisë Demokratike dhe përballë kemi 37 kandidat Partisë Socialiste, duke konsideruar që këto janë dy partitë tradicionale që janë në fushatë dhe që pretendojnë të fitojnë zgjedhjet. Dhe me listën përballë themi të Partisë Socialiste ka ish-ministra, ish-deputet, njerëz me influencë në 12 vjet të pushtetit dhe krahasuar me një pushtet që ne kemi denoncuar në mënyrë të vazhdueshme për afera korruptive, për rishfete, për abuzime pushtetin, për abuzime taksat, për abuzime buxhetit. Pra, pretendojmë që një figurë si unë që kam bërë një jetë parlamentare të pakomprometuar me afera dhe një listë përballë, me gjithë respektin e disa figurave që janë aty, një listë përballë që kanë mjete financiare, kanë lobime të ndryshme dhe që në këtë sens theme pa barabartë, por edhe me njëri tjetrin brenda listës kandidatëve jam munduar të ruaj etikën, por patjetër që ka edhe aty brenda listës tonë padrejtësinë, kuptimin e lobimeve, të influencave të ndryshme. Jo, nuk do bëja viktimën, nuk do doja në asnjë moment që gjatë 2 muajve të fushatës time të viktimizohem, por e kisha në kuptimin edhe të pabarazisë ligjit dhe pabarazisë në kuptimin e lobimeve të ndryshme, dikush ka më shumë financa, dikush ka më shumë ndihmë, dikush ka, por jo në rastet veçanta apo të kërkoja që unë nga kryesia e Partisë Demokratike apo lidershipi i Partisë Demokratike të kisha ndihmë, jo, ata nuk e kam pretenduar. Unë kam pranuar të jem listën e hapur, do ta çoj betejën deri në fund elektorale, ashtu siç kam qenë 2021-shin e treta në qarkun Dibër, kam bërë një betejë, kam komunikuar shumë me qytetarët në ato kohë, kam trokitur në çdo target group apo në çdo derë qytetari dhe arrita të dal deputete. Dhe në këtë fushat nuk kam pretenduar të kem akses të veçantë nga strukturat qendrore të Partisë Demokratike, thjesht e kisha në parim në kuptimin që dikush një kandidat është biznesmen, një kandidat tjetër mund të ketë lobimin e bizneseve, një kandidat tjetër mund të ketë lobimin e influencave të ndryshme. Në këtë sens e kisha.
nga një eksperiencë fushatash, pra në 2017 po themi që kam qenë kryesuese e qarkut Dibër, në 2021 në fushatë, në 2013 ku më pas mora mandatin. Pra e kam eksperiencën e fushatave dhe komunikimi me qytetarët është një nga faktorët kryesor nëse don të jesh e suksesshme në një fushatë elektorale. Nëse do ta paralizonim me fushatën e Trumpit, edhe pse jemi në miniaturë Shqipëria, nuk ka krahasim me ato fushata. Një nga sukseset e kësaj fushate të Trumpit ishte komunikimi me qytetarët direkt. Pra komunikimi për programin, komunikimi sy-më-sy, der-më-der, duke trokitur, duke marrë besimin e qytetarëve, duke patjetër bashkëbiseduar, unë kam harxuar pafund kohë duke biseduar me qytetarët, qoftë edhe tek dera ku na presin, qoftë edhe në rrugicën ku na presin. Ka probleme Shqipëria, ka probleme Tirana. Unë jam në një degët që jam e përqendruar, them edhe deleguar zyrtare e Partisë Demokratike, në degët e fushatës time preken edhe periferitë dhe kanë hallë njerëzit, çështjet e legalizimit për shembull. Kanë familjet e tyre janë në shtëpia 2 kat, 3 kat, ku kanë derdhur djersën, mundin e tyre, kanë punuar jashtë dhe janë kthyer emigracion për të ndërtuar një shtëpi dhe do duhet t'japin rishfet për ta legalizuar. Kanë hallë tjera të mungesës së ujit 24 orë, të mungesës së energjisë elektrike, apo rritjes çmimit të ujit apo të energjisë elektrike. Çmimet e ndryshme të shërbimeve publike janë rritur shumë. Shpopullimi ju kanë ikur e ardhmja e tyre, ju ka ikur gjaku i tyre, shpirti i tyre, fëmijët e tyre, rinia ju kanë ikur. Shpopullimi në Shqipëri është një nga dramat e dhimbshme, të themi, dhe dëshpëruese të historive familjare. Kanë çështje të bizneseve të vogla pranë familjeve të tyre që i kanë rënduar me taksa. Pra janë halle të përditshme, halle që ne i kemi dhe në familjet tona dhe unë jam një prej tyre. Unë nuk jam as e sponsorizuar nga bizneset mëdhaja, apo nuk kam një traditë të ndihmës me lobime. Unë jam një prej atyre qytetarëve. Në familjen time kam vëllezrit të larguar, në familjen time kam njerëz me biznesin e vogël që janë të ngarkuar nga taksa, në familjen time kam, apo në lagjen ku kam familjen biologjike në degën 1, kam problemet legalizimit, pra jam një prej tyre. Dhe ju a njoh hallet, ju a njoh problemet, ju a njoh shqetësimet dhe gjej një pikë përbashkët. Ajo që është thelbësore është që qytetarët i vlerësojnë figurat pa përlyera, figurat pa korruptuara, figurat që komunikojnë drejt me ta, figurat që komunikojnë programin, themi. Për shembull, kur i thua pensionistit që do ta rrisin pensionin më e ulta 200.000 lekë. Sepse sot, nga 721.000 pensionistë, rreth 511-12.000 e marrin pensionin poshtë 200.000 lekësh. Dhe kur e pyet se ke pensionin, po ç'pension pension kam, thotë, unë kam 80.000 lekë apo 100.000 lekë apo 120.000 lekë, të vjetra flas. Dhe kur i thua që po do ta bëjmë 200.000 lekë. Dhe nga ana tjetër kemi një program të Partisë Socialiste që thotë ne pensionin do t'i rrisim në 2030. Dhe patjetër ti do duhet të komunikosh që ky pension me fitoren e Partisë Demokratike do të rritet në 3 muajt e parë qeverisjes. Dhe ata kanë tendencën ta pranojnë edhe ta besojnë këtë që duke ju thënë, sepse lidhur edhe me figurën time, një jetë parlamentare 9 vjeçare ku kam denoncuar në mënyrë të vazhdueshme korrupsionin, ku jam gjendur pranë me problemet e tyre, çështjet e legalizimit e kam ngritur, çështjet e korrupsionit përsëri e kam pasur kauzën time. Minimumin jetik jam për të mos thënë e para që unë e kam ngritur si shqetësim, për shkak se vinte raporti avokatit popullit tek ne dhe raporti çdo vit konstatonte që minimumi jetik është sot apo është këtë vit është kaq apo këtë vit është kaq, dhe fillova u familjarizova me faktin që kjo qeveri do duhet do duhet ta ngrej këtë shqetësim dhe do duhet ta shtyj qeverinë që ta miratoj minimumin jetik, dhe ka qenë një nga problemet e mia që unë çështjet e ngritura, çështjen e pensionit e kam ngritur, çështjen e kujdestarëve të çështjeve të personave me aftësi ndryshe, është një dhimbje dëshpërim tjetër kjo, pagesa e ulët e kujdestarive të personave me aftësi ndryshe. Ne kemi patur edhe një grup të miqësisë
të deputetëve me personat me aftësi ndryshme, unë jam kryetare e këtij grupi, themi, të miqësisë, dhe ju kam njohur shqetësimet. Pra, kam komunikuar edhe me përfaqësuesit e shoqatave me aftësi ndryshe, jam munduar, për shembull, është bërë virale videoja ime që unë komunikoj me gjuhën e shenjave. Ma kërkoi një nga të rinj që a mundet ti të kërkosh votën në gjuhën time, në gjuhën e shenjave, dhe unë e mora seriozisht këtë kërkesë me një pasion, e mësova, natyrisht është pak, nuk është se ishte e vështirë, dhe kam komunikuar dhe ju kam kërkuar votën edhe këtyre personave. Pra, jam munduar të jem e besueshme dhe të vendos fytyrën time në atë çfarë ne ju kërkojmë qytetarëve, dhe mendoj që natyrisht rezultati shikohet me 11 maj, mendoj që do t'ja arrijë dhe të kem besimin e këtyre qytetarëve. La Civita është një figurë që ka qenë aktor, themi, kryesor i fushatës Trump. Natyrisht edhe unë jam dakord me atë që ju konstatoni, që fushata amerikane nuk është e njëjtë me fushatën shqiptare, sa i takon konceptit, sa i takon mentaliteteve, sa i takon ndryshimet të qasjeve, ata janë miliona dhe me një qasje programore në një ditë ndryshon nga një ditë tjetër. Ajo çfarë është e rëndësishme është ky komunikimi në terren, komunikimi në familje, komunikimi me çdo individ. Kryesisht një nga qasjet, për shembull, që ka qenë, se jam detyruar, edhe kam lexuar rreth fushatës së Trump, është fakti që ne do të dalim jashtë strukturave të partisë tonë, të marrim zonën ngrit, marrim qytetarët e pa përfaqësuar politikisht, themi, bizneset e vogla, pjesën intelektuale, dhe kjo ka qenë një nga këshillat kryesore. Natyrisht votat i japin shqiptarët, La Civita jep parimet kryesore, por ne do duhet të vëmë fytyrën tonë, vëmë programin tonë, vëmë angazhimin tonë, seriozitetin tonë, për të marrë votat e qytetarëve shqiptarë. Unë nuk jam mësuar të flas me fjalë mëdha, edhe apo të them që unë me 11 maj jam fituese dhe garantoj votën e shqiptarëve, jo. Unë jam natyrë e rezervuar, komunikoj në mënyrë të vazhdueshme me pjesën intelektuale, komunikoj në mënyrë të vazhdueshme me target grupet, siç e thash. Jam në komunikim të vazhdueshëm me qytetarët Matjan dhe Dibran, kryesisht që i kam përfaqësuar në 9 vjet. Unë besoj që një votë të mirë, një besim të mirë e kam nga ky komunitet, dhe kam punuar 20 vjet në administratën publike në Tiranë, ku patjetër kam qenë e suksesshme në modestisht, por edhe e pa përdyrë, e pa korruptuar, e pa themi vesuar nga këto problematika që e kanë kapur politikën shqiptare në 34 vite. Nuk mund ta mohojmë që në politikën shqiptare, në administratën e të gjitha administratat ka pasur korrupsion të shtuar, ka pasur rishfet, ka pasur abuzim me drejtën e qytetarëve, me taksat, me buxhetin, me pronat e shqiptarëve. Ka pasur abuzim me drejtën ligjore të përndjekurve për të marrë këstet e tyre në të gjitha qeverisjet. Ajo çfarë mua më bën të themi ndoshta të besueshme është që kam një fibër politike jo ashtu me qasje totalisht çfarë thot partia apo çfarë thot struktura, apo jo, unë aty ku unë mendoj ndryshe, e kam treguar që e mendoj ndryshe, e them ndryshe dhe i qëndroj parimeve të mia. Dhe kjo ndoshta më bën edhe më të besueshme nga Shtresa Gri. Mos harrojmë që Shtresa Gri është elitare, Shtresa Gri e kupton fallsitetin, e kupton qoftë edhe një postim rrjetin social që ti e bën për votat e momentit, por nuk e beson, ashtu siç të vlerëson një postim apo një deklaratë tënde kur ti e ke të sinqert, kur ke serioze dhe e lidh me CV-n tënde, me karrierën tënde. Në momentin që ti ke prit në mënyrë të vazhdueshme në zyrë qytetarët, në momentin që ti në rrugë i përshëndet apo i saluton apo takohesh në mënyrë të vazhdueshme, ata kanë tendencën për të besuar sepse ti je e njëjta si në jetën jashtë kamrave dhe jashtë postimeve, si në jetën e përditshme.
Dhe në këtë sens se mendoj që përfaqësoj një pjesë të intelektualëve të Tiranës apo të shtresës gri. Administrata nuk ta fal këtë. Kam eksperiencën e vitit 2013, ku Partia Demokratike në atë kohë tentoi ta përdorte administratën me një lloj detyrimi, dhe eksperiencën e këtyre viteve ku Partia Socialiste në qeverisje e përdor administratën qoftë në fushatat elektorale, por qoftë që është dhe më e rënda në detyrimin për t'ju marrë firmën, për t'ju marrë siglën në afera korruptive dokumentacioni, dhe këtë e kam parë edhe gjatë eksperiencës time në parlament si antare komisioneve hetimore, kryesisht në gjitha komisionet hetimore kam qenë pjesëmarrëse, ku kam një eksperiencë dhe administrata ndjehet e përdorur nga pushteti. Dhe administrata ka tendencën të reagojë ndaj kjo, dhe unë shpresoj që në këtë zgjedhje administrata do të reagojë me një votë, të themi, kundërshtues apo refuzuese ndaj përdorimit të tyre. Unë besoj që Shqipëria do duhet futet në Bashkimin Evropian, por nuk besoj që Partia Socialiste do ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kemi 4 vite që kemi patur konsekuenca të ndasive në Partinë Demokratike, qoftë edhe me influencat e mazhorancës, por kjo nuk ka justifikim, sepse çdo mazhorancë do tentojë që forcën politike përballë ta zvoglojë edhe t'ja pamundsoj, të themi, fitoren, dhe kjo është në një vend demokratik, është diskutimi, patjetër. Pra, diskutimi është që nëse ti vendos për të luftuar opozitën, vendos gjithë instrumentat shtetëror, vendos buxhetin e shtetit, vendos aferat korruptive, vendos presionin ndaj mediave, presionin ndaj biznesit, presionin ndaj administratës, dhe duke i përdorur këto ndaj opozitës, që në fakt dhe në rezolutën e fundit të Partive Popullore Europiane u konstatua, patjetër e bën të pabarabartë, e bën të padrejtë, dhe brezi im që në vitin 90 kam qenë 17 vjeçe, e mendon dhe e din mirë çdo të thot një sistem me një parti, çdo të thot presioni dhe autoriteti apo një pushtet autoritar dhe ndaj ndasive të opozitës. Nuk do ta pranoja kurrë, do isha e padrejtë dhe jo realiste të thoja që Partia Demokratike sot është e coptuar vetëm se është sulmuar nga mazhoranca. Jo, Partia Demokratike ka dhe konsekuencat brenda vetë strukturave tona. Kemi një qasje pozitive ku grupi parlamentar u bashkua para 2 vitesh, dhe sot pretendohet që jemi një opozitë e bashkuar deri diku, megjithse kemi disa, do duhet t'i pranojmë, partitë vogla që nuk arritëm dot t'i bashkonim të gjithë bashkë. Po, është e vështirë shumë. Është e vështirë që të krijojmë besimin, por unë mendoj që do t'i arrijmë. Nga eksperjenca 34 vjeçare, sa herë Partia Demokratike ka qenë në opozitë, është, themi, shantazhuar me partitë vogla, krimin e partive të vogla. Nuk është se kanë qenë rezultative, të jemi të sinqertë, nuk është se ka parti të vogla të dala nga Partia Demokratike dhe që janë sot të suksesshme apo marrin deputet. Përkundrazi, deputetet e partive të vogla futen në listat e Partisë Demokratike, të jemi realistë. Dhe partitë e vogla që sot konkurrojnë në tregun elektoral të 11 majit nuk janë të provuara më përpara. Pra mbetet për t'u provuar në 11 maj sa do të marrin. Nuk jam gjendje të them çfarë thon sondazhet, sepse ka një teori që sondazhet sponsorizohen nga mazhoranca, dhe që ka dhe një teori tjetër që sondazhet nuk janë realiste. Nuk kam asnjë opinion rreth sondazheve, ashtu siç nuk besoj që partitë e vogla do duhet do marrin shumë vota. Patjetër që e pengojnë dhe e disfavorizojnë Partinë Demokratike, sepse qoftë edhe një vot në fushat elektorale të bën dëm, jo më mira që mund të ketë partitë e vogla, por ajo çfarë unë kam thënë edhe herë tjetër është partitë e vogla thjesht zvoglojnë
ose dëmtojnë në fushat elektorale Partinë Demokratike, sepse me një deputet që mund të marrin partitë e vogla nuk kanë asnjë peshë për të programore, për të ndryshuar apo për të zbatuar programin që vinë ata, apo për të ndryshuar qasjen politike. Një deputet nuk bën asnjë ndryshim në politikën shqiptare, qoftë edhe 2, qoftë edhe 3 deputet. Thjesht ndoshta krijojnë perceptimin e gabuar që partia opozita është e ndarë. Kam një eksperiencë të gjatë në administrat, kam një eksperiencë në jetën parlamentare, jam identifikuar si një figurë serioze, kam denoncuar në mënyrë të vazhdueshme, kam mbrojtur parimet e mia të forta, luftën kundër korrupsionit dhe denoncimin kundër korrupsionit, mbrojtjen e interesave të shtresave kryesisht në nevojë, mbrojtjen e interesave të pensionistëve, të pamundurve, luftën e pa kompromis, themi, me abuzimin me shtetin, me karriken e pushtetit, luftën e pa kompromis dhe besimin e fortë në ndëshkueshmërinë. Nëse ne nuk do t'i japim akses drejtësisë për të ndëshkuar të korruptuarin dhe për ta kthyer vendin në shinat e një vendi demokratik ku 3 pushtetet funksionojnë, të kontrollojnë njëri tjetrin, të funksionojnë të pavarura ndërkohë nga njëri tjetri dhe vendit tonë t'i kthehen pushtetet e një vendi të denjë demokratik, ne nuk do të mundemi nesër të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, edhe pse mund të jenë kali i betejës së Partisë Socialiste, në Evropë na pranojnë ata, nuk është në dorën tonë është të bëjmë atë çfarë ne do duhet bëjmë për një vend demokratik. Dhe ja kemi borxh shqiptarëve që i kemi larguar jashtë vendit, dhe fatkeqësisht shqiptarët janë integruar në Bashkimin Evropian, politika nuk është integruar në Bashkimin Evropian, dhe për ta bërë një Shqipëri të jetueshme, për ta bërë një Shqipëri me pushtete të pavarura, me pushtete që kontrollojnë njëri tjetrin por janë të pavarura dhe që na çojnë drejt Bashkimit Evropian, unë do të luftoj deri në momentet e fundit për ta arritur këtë dhe prandaj edhe besoj që votuesit do më votojnë.